jetë, më. Janë 3 jetë, më. Është jeta vetëm me 2 partnerëve dhe jeta bashk. Unë të kam parë jetën tënde vetëm këtu me Big Brotherin tënd. Këtu janë 3 Big Brother më dhe kur je çift. Big Brotheri 2 partnerëve që janë bërë bashkë, njëri tjetrin, dhe Big Brotheri bashkë i tyre. Po ti s'ke Big Brother vetëm, më. A menon se unë kompost në shto nevojë me ne që do? Jo. Të vesë kështu sinqerisht. Sepse ishte vetmja mënyrë që ata 2, si do nga cilën, është një hapësirë aq e vogël që do kenë kontakt me njëri tjetrin dhe kjo do të shërbej edhe ty për të parë se ku është vërtet gjëja. Në çfarë do lloj forme të flasin ata. Ti e pe shumë mirë që del çdo gjë këtu. Kur është e paqartë. Del dhe i përballë të dy, një në dhomë rrëfimi dhe një në dhomë dëshirash. Kjo të ndihmon ty, të kam bërë nder 2 herë mendoj. Edhe për të kuptuar situatën se ku je, o dhe të tregosh veten tënde. Faleminderit shumë Kris që kemi në këtë pjesë. E a menduar shumë sinqerisht. Okej. Shumë vërtet. Ti mund ta marrësh si të duar, të mund ta thosh dhe me ironi. Sim të Dhe me ironi. Sim të me ironi. Po ti nuk je vetëm me seri, të ke dhe qëndrimin tënd apo. Të njerëzit të vlerësojnë për atë që je, se s'e besojnë as kur flasin. Dhe çka ke bërë ti? Në 3 raste me këtë situatë me Selimin. Të 3 rastet që kanë dalë që ju 2 keni dalë bashkë me Mirin, ti këtë i thua. Jam vetë, ti si më thua mua ti? Do shikosh ti. Do e shikosh ti. Po çka krijon jashtë përshtypje? Diçka del një gimboj që pas ka ardhur me plankut e bën kot sikur ka pëlqim. Se në momentin që ti thua do më shikosh ti mua, do e shikosh se kush jam unë, automatikisht zbëhet pëlqimi. Duket sikur ti po afrohesh. Dhe aty është vetëm loja jote dhe për sa kohë ti je vetëm i lidhur në atë situatë, të kam thënë ti s'ke më Big Brother. Ke mundësinë më të mirë mos se nuk janë fare këtu. Dhe çfarë po bën?